Nëse nisemi vetëm nga aspekti etnisë, si që Po sakt është që propozimet janë propozime, por ne patëm atë blokadën që në një farë mënyrë me një venim para prakës sqaroi pak a shumë gjykata kushtetuese, ndoshta këtu dallon veç kush ishte gjyqtari i rastit, se si e komplikon kjo vendimi i fundit dhe si e sqaroi vendimi para prakës që tha, okay, në rregull, se takon si rasti konkret lëvizjeve të vendosur, nuk do të thotë që në pak ufeti dën ta shtysh një kandidat ku nuk i merr votat dhe i vendosën disa parime që 3 herë, mas 3 herët ndrohet kandidati dhe të shkon derisa të merr pëlqimin. Por në rastet kur ti ke 10 vende, 10 deputet dhe një subjekt refuzon ta propozojë një kandidat që është i komunitetit sërb, atëherë duhet ketë një mekanizëm zhbllokimin këtë rast, sepse s'mund të mesin institucionet, të gjitha institucionet e Kosovës peng i një deputeti që nuk i merr votat. Nëse do të kishim rastin që të gjitha ato 10 vende të ishin vetëm të një subjekt politik, atëherë situata do të ishte e qartë, do thotë edhe kush do që s'do ta respektonte, atë do të binte ndesh me parimin e njohur që kushtetuta ja ka dhënë një vend në atë pozicion si nënkrytar një komuniteti. Dhe ai komunitet i ka të gjitha votat. Rastin konkret mendoj që ky vendim nuk është i mirë, si të them, i shkon për favori listës sërbe, ndoshta është bërë me qëllime djallëzore për ta penguar vetë, për të kriju një krizë të re, duke i ditë qëndrimet e lëvizjes vetëvendosje, por unë mendoj që nga kjo situatë duhet dilet me mençuri, sepse tek e fundit ndese dikush në fund të mandatit kushtetues provon me bankë so kriza, nuk mendoj që është e arsyeshme tërë struktura e një subjekti që është fitues bind si zgjedhje të vendoset në kësi pozicione, sepse mungesa e konstituimit institucione, mungesa e parlamentit, qeveris, me gjitha këto nevoja që i ka Kosova. Në pikpyetje integritetin e atyre që kanë marrë vendimin, që kanë shkruar atë gjykim, do më thanë. Për mendimin tim është, ne është në favor të listës. Do ta përsëris. Është në favor të listës sërbe e thash dhe për pasojat do t'i diskutojmë. Ta marim nga një opinion për fillim, pastaj i kthehemi këtij diskutimi. Profesor Hyseni, ju si shihni çfarë prodhon ky gjykim? Do na fus në një krizë sërish apo ka qartësuar gjithçka gjykata dhe duhet ndjekur rruga që përcakton gjykimi? Zakonisht vendimet e gjykatës kushtetuese të kësaj natyre kanë një qëllim që pamundsojnë bllokadat, pra dhe për atë arsye dhe krijohen këto vendime, nxjerrën nga një organ siç është gjykata kushtetuese, por megjithatë natyra e këtyre vendimeve nuk është natyrë pastërt juridike. Ne nuk mund të presim, se paku nuk pres që një vendim i tillë të jetë tamam vendim juridik i cili mund të prodhoj drejtësi në këtë rast, sepse ka të bëjë me një lëvizje politike e cila mund të ndodhë në parlament. Dhe zakonisht lëvizjet politike në parlament kanë fuqi më të madhe në këtë rast se sa një vendim i cili mund të vijë si rezultati një organi si gjykata kushtetuese, por fuqia politike e parlamentit me vendimet e tij mund të na sjellë në një situatë kritikisht tjetër. Shtrohet pyetja këtu edhe logjike, por edhe natyrës politike. Çka nëse nuk i merr shumicën e votave kandidati i propozuar në këtë rast që domosdoshmërisht po duhet të jetë nga lista sërbe. Paçka se kjo bie direkt ndeshme në 67 paragrafi 4 në kushtetutë, i cili ka për qëllim që të ndikojë në jetën pluraliste politike. Pra, në 67.4 është shumë nën demokratik, është nën i cili nxit jetën demokratike plurale që e pamundson pra munizmin. Me këtë vendim kështu, që e kemi mbyll përfaqësimin politik, dërgojmë nga të qenurit vetëm të përfaqësuar politikisht komuniteti sërb vetëm përmes një grupi caktuar ose përmes një partije caktuar politike. Kjo bie ndesh me parimet bazë të demokracisë, parimet bazë të filozofisë kushtetuese të shtetit Kosovës. Po thirrën në parimin e shumicës? Nuk ka këtu të bëjë me parimin e shumicës, sepse në 67 është shumë i qartë, pika 4. Ai e ndan pjesën prej zgjedhjeve të pozitave tjera. Pra
rregullohet vetëm pjesa e përfaqësimit të komuniteteve në kryesinë e kuvendit. Pra, nënkryetari i kuvendit është funksion parlamentar i cili vije si rezultat i përfaqësimit politik të vullnetit politik në këtë rast të komunitetit sërb në Kosovë. Dhe komuniteti sërb në këtë rast ka Nenad Rashiqin dhe ka deputet e listës sërbe. Pra nuk mundesh tash të jepësh përparësi listës sërbe, se qenë ka grup më i madh në raport me një, e të pamundësosh pakicës, si që është individual zoti Rashiq. Pra, kjo nuk ka të bëj me filozofinë politike dhe kushtetuese, aq më pak ka të bëj me demokracinë. Prandaj parlamentit po i imponohet një votim i domosdoshëm, për çka parlamenti mund edhe ta kthejë në anën tjetër, sepse duhet shikuar vendimarrja ka është shumica parlamentare e cila mund të marrë vendime. Dhe në këtë situatë ka qenë dukshme se kemi një shumicë të lartë parlamentare. Kemi 57 mandate të grupit më të madh parlamentar. Edhe nëse edhe dikush nga deputete e 3 grupeve tjera politike shqiptare mund të ndajë mendimin, atëherë do të shkojë numri mbi 61 që nuk do t'ja japin shumicën për aq sa kërkohet sipas rregullave aktuale dhe zgjerimit të kuptimit të nenit 67 për te kuptimit aktual që e ka në kushtetutë. Mirë, Gojnovci, si shihni se do zhvillohen tani brenda mujit shkurt, eventualisht po mendoj nëse sfutemi me këto procedurat e zgjedhjeve në muajin mars, para se të mlidhet kuvendi, do të kuptohet se si do të ecë procedura, po janë dy situata reale. E para është që kuvendi ta respektoj këtë vendim, i cili edhe për mua është goxha i çuditshëm dhe cenon demokracinë jo vetëm parlamentare, por edhe brenda nacionalitetit serb, sepse e limiton mundësinë e angazhimit të partive tjera, të individëve tjerë në partitë politike të tjera përjashtuar listës serbe, sepse praktikisht lista serbe ka marrë dominancën e supervendosjes. Për aq sa do ta mbaj? Për aq sa do ta mbaj dhe do ta mbaj gjatë, mund ta mbaj gjatë pikërisht për shkak të këtyre vendimeve, për arsye se njerëzit nuk do të kenë ambicie të futen në konkurrencë me ta, kur e din a priori që gjithë shka i takon asaj që është shumicë, dhe për ta mposht listën serbe duhet një katarsis politik për brenda komunitetit serb. Dhe unë mendoj që kjo është situata, ose duhet të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese, ose duhet të provohet e njëjta çështje sikur ka qenë herën e kaluar që të provohen të gjithë deputetët nëse arrin dikush prej tyre të marrë shumicën. Por nuk do duhej që në asnjë variant të lejohej ajo që e përmendi profesor Dogolli, për shkak të ne në kryetarit të kuvendit, të mos kemi tani rrezikuar të mos kemi 3 institucionet kryesore të Republikës për shkak të këtij pozicioni të nënkryetarit. Nëse ky nuk do të zgjidhet, atëherë nuk mund të kemi kuvend, nuk mund të kemi rrjedhje me qeveri dhe pastaj futemi në krizën presidenciale e cila vjen me 4